Të dashur shqiptar, historia e Shqipërisë është një roman fantastiko-shkencor. Ku ngjarjet nuk janë fantazi, por janë të vërteta dhe janë kaq të jashtëzakonshme sa që duken sikur janë krijuar nga Homeri, sepse Iliada është fantazi, nuk është poem e vërtet. Edhe Odiseja është një roman në vargje, fantastiko-shkencor, nuk është histori e vërtet. Ata që mendojnë që mund të nxjerrin nga fjalët e Iliadës fjalë të shqipes, janë të çmendur, janë të smur psiqik. Është një lloj sikur të marrësh veprën e Ismail Kadares dhe të rindërtosh personazhe të vërteta nga karakteret e veprave të Kadares. Këtë bëjnë turbo-albanët shqiptar. Ata shkojnë një hap më tej, marrin perëndi të lashta të gjetura në Iliri, koka statujash dhe i mendojnë si perëndi shqiptare. Një perëndi e tillë, një kokë e bukur femre, është gjetur në Butrint. Është gjetur nga një arkeolog italian. Në gazetën Vatra, që është gazetë shqiptaro-amerikane, cilësohet si zbulim madhështor. Ky zbulim është bërë në vitin 1920 nga italianët. Ky zbulim quhet Koka e Deas së Butrintit. Italianët mendojnë që romakët kanë ardhur nga Troja në Butrint dhe nga Butrinti pastaj kanë shkuar për në Alba Longa, që ishte emri i Romës, dhe trojanët kanë ndërtuar Romën. Dhe Butrinti është një vend i shenjtë për politikanët italian për të nxitur krenarinë kombëtare në Butrintin ton, i cili ka qenë ishull, por me ardhjen e lumenjve është ngritur niveli i detit dhe është bërë tokë. Në Butrint s'ka patur tokë, ka qenë një ishull i vogël. E kuptoni apo jo, se çfarë po ndodh? Pra, në Butrint është gjetur Dea Butrintit. Unë bëj një film ku them që Dea Butrintit është koka e Apollos. Dhe e bëj këtë film të bazuar në inteligjencën kompjuterike, që thotë është kopje e kokave të Apollos të gjetura kudo në Iliri. Po ç'janë këto kokat e Apollos? Ç'kuptim ka? E pra, të dashur shqiptar, në shekullin e 3 të erës sonë, ka ndodhur diçka e llahtarshme. Ka ndodhur një tërmet kaq i fuqishëm, sa që i ka ndryshuar drejtimin e Vjosës. Vjosa që rrjedh sot dhe të gjithë lumenjtë që kanë rrjedhur dikur në Iliri ju ka ndryshuar drejtimi nga tërmetet e fuqishme. Por Vjosën e dim sepse Vjosa ka qenë pranë Apollonisë. Dhe Apollonia ka qenë pranë detit. A kuptoni apo jo? Ka qenë pranë Bregdetit. Deti ka qenë deri në Apolloni. Anijet vinin në Apolloni. Ka që fuqishëm ishte ky tërmet, sa që zhytet në ujë i gjithë qyteti Apollonisë dhe, sipas autorëve të huaj, romak dhe ata helen, Apollonia ka qenë një nga qytetet më të mëdhenj të Mesdheut, mbas Romës. 60.000 banor kanë banuar në Apolloni dhe kanë vdekur brenda natës nga ky tërmet i fuqishëm. Muret e Apollonisë nuk janë rrëzuar nga fiset slave në shekullin e 6, përkundrazi. Del nga kronikat e Bizantit që slavët janë marrë si sklevër për të rindërtuar Apollonin. Fiset skythiane slave kanë ardhur në Iliri dhe Apollonia është rindërtuar me ta. Ka qenë komplet rënoj.
dhe është rindërtuar në shekullin e 6 të erës sonë, me punën fuqinë e slavëve që quhen ndryshe sklever në gjuhën romake dhe në atë greke. E gjithë Shqipëria në dokumentat romake dhe greke, kur them romake, të Bizantit, sepse Roma e dytë ishte në Bizant. Dhe grekët pontik e quajnë veten Romaikos, do thot romak, por flisin greqisht. Pra, të dashur shqiptar, të dashur pelazg, ka që fuqishëm ishte ky tërmet, sa që zhduket e gjitha Apollonia. Por në Apolloni ishte perëndia më fuqishme e Iliris, perëndia e diellit, Apollo. Dhe kur banorët e Iliris panë që kaq i pafuqishëm ishte Apollo para tërmetit, e humbën besimin tek zotat. E humbën nga këto tërmete të fuqishme në shekullin e 3 të erës sonë. Edhe qytetet të tjera në Iliri janë rrëzuar, edhe Durrësi. Pra ilirët e humbën besimin tek Apollo dhe kristianizmi, që ishte një rrymë shumë e vogël, kristianizmi bëhet befas dominues në Apolloni dhe kristianët e rinj kthejnë tempujt e Apollos në tempujt e Jezu Krishtit. Brenda natës, në të gjithë Ilirin, ndodh ky konvertim mbas këtij tërmeti. Jo vetëm kaq, por në një hap më tej të skajshëm, jo vetëm që tempujt bëhen kisha, por ishte e nevojshme të ngrihen kisha të tjera dhe janë ngritur 5 kisha në Apolloni. Po si u ndërtuan këto kisha? Në Apolloni ndërtohet furnalta më e madhe në të gjithë botën antike, është edhe sot atje, dhe atje shkrihen të gjitha statujat e Afroditës, Artemisës, Zeusit, Apollos, dhe bëhen gëlqere, dhe me këtë gëlqere ndërtohen muret e kishave të para në Iliri. E gjitha Apollonia, që ishte e braktisur nga njerëzit, befas kthehet në një punishte të madhe për shkrirjen e statujave. I njëjti proces ndodh në qytete të tjera ilire dhe në Butrint. Mirë, po jo menjëherë filluan të shkrinin statujat. Hapi i parë ka qenë dëmtimi i statujave dhe të gjitha statujat ilire, të dashur shqiptar, janë me hund të thyer. Sepse në antikitet, po t'ja prisje hundën një personi, do të thoshte që ai ka qenë sklav. Kjo ka qenë praktik e perandorisë siriane, por Bizanti e mori nga semitët dhe e solli këtë në Iliri. Ju prite hunda robërve të luftës dhe skleverve që kishin bërë krime të rënda. Ju prite hunda. Dhe filluan t'ju thyen hundën statujave. Të gjitha statujat e lashta e kanë hundën e thyer. Në Itali, në Greqi dhe pak në Shqipëri. Janë të dëmtuara statujat. Pastaj filluan të dëmtojnë statujat e perandorëve që kishin mbështetur paganizmin para kristian. Hapi i fundit ishte shkrirja e statujave dhe kthimi i tyre në gëlqere, pra poshtërimi i zotave pagane. Mirë, po çuditërisht, në Iliri, për arsye të panjohura, vetëm janë prerë kokat statujave dhe trupi është shkrirë. Kokat çuditërisht nuk i kanë shkrirë, ndoshta kishin frikë se mos zotat do merrin hak. Pra, ky ndryshim nga paganizmi në kristianizëm nuk është bërë me dëshirë dhe njerëzit kishin frikë të hidhnin kokën e Apollos në zjarr, ta shkrinin. Dhe kjo është arsye që ne kemi kokat e Afroditës,
kokat të Zeusit, kokat e Artemisës dhe kokat e Apollos. Dhe një nga këto koka, që quhet hynesha e Butrintit, është gjetur në Apolloni. Trupi është djegur, është bërë gëlqere, koka ka mbetur e prerë. Unë e hedh këtë teori në internet dhe kam marrë kaq shumë sulme sa që çdo ditë unë ulesha në kompjuter, në punë, dhe filloja dhe hiqja komentet e këqija të shqiptarëve. Tani, akoma shqiptarët nuk e dinë, sidomos shqiptarët e Amerikës, që koka e Apollos është koka e Deas së Butrintit. Këtë zbulim e pas kanë bërë të tjerë para meje. Në fakt, kur është kthyer koka e Deas së Butrintit në Shqipëri, regjimi komunist e kërkonte atë, kjo është bërë një fitore e madhe e regjimit komunist. Dhe ç'a ndodh? Akademikët shkrimtarët e Shqipërisë, patriot, bëjnë artikuj, bëjnë grada shkencore, marrin titullin doktor shkencash, duke argumentuar që është koka e hyneshës shqiptare, sepse ishte kokë shumë e bukur, kokë femre. Nuk ka mundësi që t'jetë kokë mashkulli, sepse kishte flokë të gjata. Ata nuk e dinin që flokët e gjata simbolizonin erezet e diellit të Apollos. Tani do t'rregojnë artikullin që kanë bërë akademikët shqiptar në vitet 80, kur u kthye koka e Apollos në Shqipëri nga italianët. Shqiptarët thonin kjo është kokë e hyneshës shqiptare në Butrint. Ta shikojmë sepse është shumë e dhimbshme ky proces i nivelit të ulët të inteligjencës që kemi ne. Dhe që unë kam luftuar me këtë që student, prandaj unë dola në studentët e dhjetorit. Prandaj dola unë kundër këtyre idiotëve. Nuk dola kundër regjimit komunist. Dola kundër profesorëve të mi që s'dinin të jepnin mësim. Të dashur shqiptar, kjo që po shikonin monitor e ka përcen çdo lloj imagjinate njerëzore, sepse në këtë artikull shkruhet që koka e hyneshës së Butrintit kthehet në dhe. Lexoni vetë, midis veprave më të mira të skulpturës son antike, vizitori do të shohë sot në njërë nga sallat e Muzeut Historik Kombëtar një portret të bukur gruaje që mban emrin Hynesha e Butrintit. Ky emër konvencional, me të cilin zbuluesi e pagëzoi këtë vepër me kalimin e kohës, u bë emër i përjetshëm i saj. Koka e hyneshës u gjet në Butrint para teatrit të qytetit së bashku me një grup skulpturash të tjera që zbukuronin nishet apo portikun e tij. Nishi do thot qoshe në anglisht. Dhe ky autor përdor anglishten si gazetarja shqiptare, që fut fjalë nga anglishtja, vetting për zgjedhje. U grabit sapo u zbulua dhe për një kohë të gjatë në një pretekst të pajustifikuar qëndroi larg dheut si pronë e Muzeut Kombëtar të Romës. Arsyeja e shëndosh më në fund fitoi dhe kjo vepër e rrallë e artit antik u kthye përsëri në dhe për t'i dhënë të drejtë parimit të njohur të ditëve tona që vlerat e rralla kulturore kanë vendin në dheun e tyre. Hynesha e Butrintit është një skulpturë që bën pjesë në kategorinë e veprave më të mira të artit antik. Është punuar me mermer të një cilësie të lartë, me ngjyrë të bardhë në të përhim. Koka me përmasa pak më të mëdha se natyralja është trajtuar bashkë me qafën dhe pjesën e sipërme të gjoksit
në një mënyrë të tillë që të vendosej mbi një shtat. Ajo përfaqëson një portret femre të idealizuar me tiparet më të mira të bukurisë klasike. Artisti ka ditur të paraqesë këto tipare me mjeshtëri të rrallë, koka e vendosur në një qëndrim të kthyer lehtë nga e djathta e saj, me qafën e gjatë tipike femërore dhe me flokët të mbledhura lart me kujdes, i kanë lejuar të dalë në pa bukuria e fytyrës, e çliruar nga çdo gjë e tepërt. Fytyra e zgjuar, vezake, që përfundon me mjekrën e rumbullakuar dhe me një gropëz në mes. Balli i lartë e i hapur, hunda e drejtë dhe e mpret, vetullat e holla, të gjata e të harkuara lehtë, sytë e mëdhenj në formë bajamje, goja e vogël dhe buzët e trasha labjatane të dashur shqiptar. Kjo bukuri fizike pasurohet nga vështrimi i qetë dhe buzëqeshja e lehtë, që synojnë të transmetojnë fisnikërinë dhe modestinë e kësaj femre, që në tërësi paraqitet e ftohtë dhe në botën e saj të brendshme. Zbuluesi e lidhi këtë kokë me njërin nga shtatoret e grupit që gjeti pranë teatrit, edhe pse vërejtësia midis këtyre dy pjesëve nuk kishte përputhje stilistike dhe kronologjike. Duke vështruar këtë lidhje si një përshtatje të kohës perandorake romake, ai e vlerësoi shtatoren si kopje të një vepre klasike të gjysmës së dytë të shekullit të 5 para erës sonë, që lidhej me rrethin e Fidias, ndërsa kokën një origjinal të shekullit të 4 që paraqiste ngjashmëri me krijimet më të mira të shkollës së skulptorit tjetër të madh, Athinas, Praxitelit. Kritika shkencore më vonë nuk u pajtua me këto vlerësime të zbuluesit. Kritika shkencore pa tek koka e Butrintit një Apollon të tipit Praxetilian, ku perëndia e diellit paraqitet me tipare femërore. Në këtë mënyrë të veçantë ndikoi në këtë mendim trajtimi femëror i flokëve, që njihet nga paraqitjet e kësaj perëndie në stelat antike të shekullit të 4 apo në statujat e të njëjtit mjedis gjeografik e kronologjik, si dhe në riprodhimet e mëvonshme të tyre. Pa nënvlerësuar peshën e këtij argumenti, duhet vënë në dukje se disa tipare të theksuara femërore që vihen rreth e koka e Butrintit e shkëpusin atë nga seria e paraqitjeve të njohura të Apollonit dhe e bëjnë më të pranueshëm mendimin që e vështron këtë vepër si një përshtatje të lirë dhe si një version të feminizuar të një origjinali të kohës helenistike, të ndikuar fuqimisht nga stili praxetilian. Nga pikpamja kronologjike, koka e Hyneshës lidhet me grupin e skulpturave të tjera që u gjetën pranë teatrit. Teknika me të cilën është punuar provon se është prodhim i shekullit të parë të erës sonë. Duket se skulptura është vepër e dalë nga dora një mjeshtri të shquar lokal. Ajo nuk është e vetmuar në këtë qytet. Vepra të tjera të skulpturës antike që njohim nga Butrinti janë gjithashtu të një vlere të veçantë dhe të tilla që mund të qëndrojnë denjësisht të krahas veprave të shquara bashkëkohëse,
duke dëshmuar kështu për një traditë të fuqishme në fushën e artit, për një qendër të rëndësishme ekonomike e kulturore, siç ishte Butrinti i lashtë. Kjo është plotësisht e kuptueshme. Dhe këtu është emri i doktorit të shkencave që ka bërë këtë artikull në vitin 1982. Pra, unë atëherë isha në moshën 12 vjeç, kur është bërë ky artikull. Isha në moshën 12 vjeç kur koka e Deas së Butrintit arrin në Shqipëri me bujë të madhe. Të dashur shqiptar, ju e kuptoni rëndësinë e madhe të këtij zbulimi. Jemi në vitin 2025. Në 10 dhjetor të vitit 2025 dhe organizata shqiptaro-amerikane Vatra publikon një artikull që këmbgul se koka e Deas së Butrintit është pikërisht vazhdim i traditave ilire të krijimit të kokave të perëndive. Po përse bëm ne vetëm një kokë dhe ku është trupi? Dhe gazeta Vatra nuk e di që trupi është djegur, është bërë gëlqere, Apollo vajti për lesh dashi, të dashur shqiptar, të dashur Pellazg, Apollo vajti për lesh. Do ta gjeni Apollon në gëlqeren e kishave ku shqiptarët janë kthyer në ortodoks Pellazg dhe Shqipërinë e kanë zaptuar bizneset greke, të dashur Pellazg, të dashur shqiptar, krijues të kokës së bukur të Apollos. Kur e pyetën një nga arkeologët spanjoll se ku ishin shqiptarët kur helenët po shkruanin në Butrint për Asklepin, dhe ai më të qeshur tha që shqiptarët po i binin me dorë fyllit. Po i binin fyllit me dorë shqiptarët, po prodhonin muzikë baritore, po lëvizin me dele pranë Butrintit dhe nuk e dinin se çfarë po shkruanin grekët për perëndinë e shërimit Apollo, që më vonë u zëvendësua me perëndinë e Asklepit, perëndia e shërimit gjithashtu. Këtë bënin shqiptarët, i bienin fyllit me dorë, të dashur shqiptar. Shqiptarët pranë kokës së Apollos ndjenin një frymëzim të jashtëzakonshëm për t'i rënë fyllit. Kaq e bukur ishte koka e femrës së Apollos dhe shqiptarët nuk e dinin që po i binin me dorë fyllit përpara një fytyrë burri të dashur shqiptar. Barind shqiptar po bënin muzikë baritore për kokën e Deas së Butrintit. O Perëndi, o Zot atje në qiell, çfarë po ndodh o Zot? Shqiptarët vazhdojnë t'i bien me dorë fyllit. Edhe shqiptarët e Amerikës, të gazetës Vatra, vazhdojnë t'i bien me dorë fyllit, të dashur shqiptar. Ne po ham kosin ton shqiptar, gëzuar kokën e Deas hynore, të dashur akademik Pellazg.